Kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Vlorës Brunilda Mersini në vijim të takimeve me qytetarët është ndalur në rajonin nr. 2, një zonë që është prekur ndjeshëm nga projekte transformuese si lungomare, të cilat kanë ndryshuar perspektivën e zhvillimit të qytetit. Gjatë bashkëbisedimit me banorët, Mersini theksoi rëndësinë e edukimit mjedisor, si dhe bashkëpunimit të qytetarëve me institucionet vendore. Në vizionin tim, bashkia do të jetë për qytetarët si partner i përditshëm në terren, për të dëgjuar dhe zgjidhur problemet, u shpreh ajo, duke nënvizuar nevojën për një staf bashkiak aktiv, si dhe komunikim të vazhdueshëm me komunitetin. Qyteti ka dinamika, por ka edhe sfida. Mendoj që edukimi mjedisor i qytetarëve për sjelljen ndaj qytetit do të jetë një punë shumë e fortë prapë e stafit të bashkisë, që të gjithë bashkë, qoftë nëpërmjet administratorëve të pallatit, të ndërgjegjësojmë pjesën e edukimit mjedisor. Reagimi qytetar është çelësi i sinjalit për punën e bashkisë. Institucioni i bashkisë është aty për ata, është partner për ata. Nëse janë krijuar departamentin e bashkisë që është one stop, pra do të thotë që ai qytetari që vjen atje nuk mund të ikë pa marrë përgjigje ose pa ditur që ka një sistem për përgjigjen e qytetarit, pavarësisht se ka një sistem rregullator ligjor që ti e ke detyruar që brenda 10 deri në 15 ditësh ti kthesh përgjigje qytetarit. E ka menduar që duhet të jetë një staf që do të dialogojë me qytetin çdo ditë në rrugë, në terren. Dhe aty ku është dhe problemi, shpeshherë mund të dëgjosh dhe zgjidhjen. Nuk mund të kemi dy realitete. Një Vlorë që është bërë ambicioze në ndërtesa ambicioze, që ka një strategji të qëndrueshme për turizmin, dhe pastaj kemi një realitet tjetër që nga ndërtesa luksoze ti del edhe shikon mbeturina e të hedhura gjithandej, ato stola të dëmtuara, edhe ne jemi indiferent ndaj kësaj gjëje. Kjo nuk mund të vazhdojë më kështu. Mersini u ndal edhe te problematikat e infrastrukturës, mjedisit dhe përfshirjes sociale, duke theksuar se çdo projekt duhet të ndërtohet me një vizion gjithëpërfshirës. Një qytet që zhvillohet duhet të mendojë për të gjithë, për fëmijët, për të moshuarit dhe për personat me aftësi të kufizuar. Vlora ka nevojë për një masterplan të ri që të përballojë zgjerimin urban dhe sfidat e kohës, u shpreh ajo. Rruga e lagjes time ka të bëjë me përtej kësaj bulevardit Vlorë-Skel, sepse shumë afër po të kalojmë të bllokun e pallatit, jam shumë e sigurt që aty ka hotspote mbeturinash që nuk janë hotspote të caktuara nga bashkia, por janë bërë vende grumbullimi mbetjesh, mungon një pjesë gjelbërimi ose nuk flasim fare për vende ku fëmijët mund ta gjejnë hapësirën e tyre, ose brezi tret ndihet si i pa respektuar, diku i harruar se dhe ata nuk e kanë vendin e tyre në qytet ashtu siç duhet të ketë. Një master plan edhe për kanalin e ujërat të bardha të gjithë qytetit, sepse qyteti është zgjeruar shumë, mbase edhe strukturat ekzistuese nuk e përballojnë dot më gjithë pjesën e kullimit të qytetit dhe ka ardhur momenti që ne do ta shikojmë qytetin dinamik dhe për master plan të ri. Ne si bashki nuk kemi vetëm komponentin e infrastrukturës, por e ndërthurur me këtë është komponenti social, që kur bëhet një vepër ose një projekt, duhet ta mendojmë të tërën që ky projekti nuk i takon vetëm 5 bizneseve në atë qytet, por i takon edhe atij të moshuarit, i takon dhe fëmijës, i takon dhe atij me aftësi të kufizuara që do ta përdorë atë hapësirë. Mersini informoi banorët se zona do të preket edhe nga 2 projekte të tjera, të cilat do të përgjigjen nevojave të komunitetit dhe biznesit të zonës. Mund të të uroj sukses se ti e kam bindje që të çosh para. Po, trotuari është më i ulët nga rruga. Është çudi që nuk besoj të ketë në botë. Jam dakord me ty. Gjithë kjo lagje, ku do parkoj? Tash makina nuk është më luks. Po, është domosdoshmëri. Janë 2 projekte që do fillojnë shumë shpejt. Një projekt madhor në Lungomare, e gjithë fillimi i Lungomares do jetë projekt Trekate dhe në Skelë është projekti tjetër që ka mbaruar. Në mbyllje, Mersini theksoi se Vlora nuk mund të ketë 2 realitete, një qytet ambicioz në zhvillim dhe një tjetër të lënë pasdore, ndaj ftoi qytetarët të bashkëpunojnë për një qytet më të pastër, më funksional, si dhe më të drejtë për të gjithë.